Jeta shpesh fshet thellësi që nuk mund t'i kuptojmë. Shumë njerëz ecin përmes ditëve të tyre duke menduar se e kuptojnë historinë e tyre, derisa kapitujt e papritur dalin në sipërfaqe dhe ndryshojnë gjithçka. Një sekret i një nëne i fshehur për dekada do të zbulojë më në fund, duke tronditur thellësisht realitetin e familjes së saj. Një histori që ishte ndërtuar për dekada, e cila do të sfidonte gjithçka që ata mendonin se dinin. Përtej titujve sensacional të politikës dhe thashethemeve për të famshmit, ekziston një botë e mbushur me histori të jashtëzakonshme njerëzore. Ndërsa kërkojmë mrekulli përtej arritjes son, shpesh dështojmë të vëmë re ato më të mahniqmet, që janë pikërisht para syve tanë. Aftësia e jashtëzakonshme e njerëzve për të duruar dhe për të lidhur me njëri tjetrin është vërtet e mrekullueshme. Çdo ditë, historitë të pabesueshme ndodhin në të gjithë botën, shumica e të cilave kalojnë pa u vënë re. Disa janë aq të thella, aq të ndërlidhura, sa edhe rastësia apo lidhja me vogël duket e pabesueshme. Kjo është një histori ndarjeje, fati dhe një lidhje që mbeti e pathyer përkundër çdo shansi. Në vitin 1939, një vajzë 15 vjeçare që jetonte në qytetin e vogël Pequea, Ohio, u përballë me një vendim të pamundur. Shtatzën me 2 djem binjak dhe e ndjer e mbi ngarkuar, ajo u përballë me një vendim që të thyen zemrën. Një vendim që do të jehonte për dekada me radhë. E pa të ofronte jetën që besonte se fëmijët e saj meritonin, ajo vendosi t'i jepte për birësim. Vetëm 21 ditë pas lindjes, vëllezrit binjak u ndanë, secili u vendos në një familje tjetër në Ohio. Prindërit birësues ishin informuar se binjaku tjetër kishte vdekur, një keqkuptim që do të zgjaste për shumë vite. Njëri mbeti në Pequea, ndërsa tjetri u mor nga një familje rreth 100 kilometra larg dhe jetët e tyre ecën paralelisht të me njëra tjetrën. Të dy ishin të suksesshëm në shkollë, vazhduan studimet e larta, u martuan dhe krijuan familje, pa e ditur kurse ekzistonte tjetri. Rrugët e tyre mund të kishin mbetur përgjithmonë të ndara, lidhja e tyre vetëm një pëshpëritje zbejt në univers, por fati kishte plane të tjera. Një bisedë e rastësishme do të zhbllokonte një histori të jashtëzakonshme ribashkimi. Nganjëherë, historitë më të pabesueshme nuk gjenden në ato që janë të zhurmshme e dramatike, por në fijet e padukshme që na lidhin. Një ditë krejtëzakonshme në gjykat, Lucy Laurier, e zhitur në rutinën e saj, u përfshi papritur në një bisedë që do të ndryshonte gjithçka. Ajo dëgjoi një emër të njohur, emrin e nënës biologjike të djalit të saj të adoptuar. Por nuk ishte thjesht një rastësi. Biseda zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Vëllai binjak i djalit të saj ishte gjallë. Shpesh mendoja për gjysmën tjetër të djalit tim, kujtonte Lucille më vonë, por e dija që nuk mund të ndërhyja në jetën e një tjetër familje. Edhe pse kjo kishte qenë gjithmonë e hapur me Jimin për adoptimin e tij, kërkimi për binjakun kishte qëndruar i fjetur për dekada. Nuk ishte deri në moshën 39 vjeçare të Jimit që kurreshja më në fund e mposhti hezitimin. Ishte një udhëtim ribashkimi që nisi në gjykatën e qarkut, ku regjistrat e birësimit mbanin çelësin e një lidhje të humbur prej kohësh. Pas 3 javësh jetimi të kujdesshëm, erdhi momenti që 2 vëllezrit e kishin pritur pa e ditur. Kur më në fund u takuan, ndodhi diçka jashtëzakonshme. Emocionet e Jimit u zhdukën sapo pan vëllain e tij. U ndje më pak si një takim me një të huaj dhe më shumë si të shihte në pasqyrë një jetë paralele. Lidhja e tyre sfidonte vitet e ndarjes, duke mahnitur shkencëtarët dhe mediat. Megjithëse ishin rritur në familje të ndryshme, jetët e tyre kishin qenë jashtëzakonisht të ngjashme. Ishte sikur një fije e padukshme kishte drejtuar rrugët e tyre, duke krijuar një histori aq të jashtëzakonshme sa dukej se sfidonte logjikën. Në fillim, dukej si një rastësi e thjeshtë që të dy djemt quheshin Jim, por emrat e tillë nuk janë aq të pazakont, apo jo? Megjithatë, ndërsa historitë e tyre zhvilloheshin, ngjashmëritë midis këtyre binjakëve u bën të jashtëzakonshme, pothuajse të pabesueshme.
Si kaluan vitet, të dy xhimat u rritën, u martuan dhe patën fëmijë me gratë që quheshin, po ashtu Linda. Martesat e tyre përjetuan periudha të vështira, duke përfunduar në divorc, dhe në të njëjtën kohë ata të dy rimartoheshin dhe gratë e reja që ata martuan në rastësisht mbanin një emër tjetër të përbashkët, Betty. Nëse kjo nuk ishte një rastësi e çuditshme, edhe Betit që ata kishin, dukeshin shumë të ngjashme dhe kishin temperamente identike. Shkencëtarët u magjepsën dhe filluan të kërkonin më shumë për jetët e këtyre binjakëve të pabesueshëm, por kjo nuk ishte e gjitha. Të dy xhimat më vonë kishin djemt që lindën në të njëjtin vit dhe muaj, dhe po, djemtë e tyre mbanin të njëjtin emër, Alan. Përveç një dallimi të vogël, një xhim e shkruante me 2 L, ndërsa tjetri vetëm me 1, por rezultati ishte i njëjtë. Të dy djemtë kishin djemtë e tyre të quajtur James Alan. Por kjo nuk ishte fundi i ngjashmërive. Gjatë fëmirisë binjakët kishin të dy qentë e tyre dhe u dhanë të njëjtin emër. Në shkollë ishin të shkëlqyer në matematikë dhe shkencë, por kishin vështirësi me shkrimin. Si të rritur, jetët e tyre pasqyronin njëra tjetrën në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ata preferonin të njëjtin lloj bire, pinin markën e njëjtë cigare dhe kishin shije të ngjashme në ushqim. Të dy kishin qenë nën sherif, udhëtonin me makina të njëjta, Chevrolet blu, dhe kishin kaluar pushime në plazhet e Floridas. Në të vërtetë, ngjashmëritë i habisin edhe ata vetë. Megjithatë, të dy konfiduan se para takimit të tyre çdo njeri kishte ndjerë një boshllëk që i shoqëronte gjatë gjithë jetës, një hendek të paarritshëm që u mbyll me atë takim. Në atë moment, ndjesia e humbjes u zhduk dhe përfundimisht ata u bën të plot. Psikologu Thomas studioi në thellësi binjakët, duke u munduar të kuptonte lidhjet e jashtëzakonshme mes tyre. Konkluzioni i tij ishte se gjenet kanë një ndikim të thellë në sjellje, inteligjencë dhe zgjedhjet e jetës. Por ky shpjegim, megjithëse duket logjik, nuk ishte i pranuar nga të gjithë shkencëtarët. Shumica e studiuesve ishin të ndikuar nga një teori e njohur që sugjeronte se foshnjat lindin si një tabula rasa, ku ndikimet e mjedisit janë forma kryesore e modelimit të tyre. Historia e Jim dhe Jimit ka sfiduar këtë besim, duke lënë ekspertët të ndahajnë. Binjakët duke mos u shqetësuar për faktin që ishin në qendër të debatit shkencor. Për ta, kjo ishte një mundësi për të mësuar më shumë për njëri tjetrin dhe për të shijuar udhëtimin e mrekullueshëm të jetëve të tyre të përbashkëta. Ata nuk kaluan shumë kohë bashkë gjatë periudhës së studimit nga shkencëtarët, përkundrazi, ata kaluan përmes një serie testesh mendore dhe fizike që vazhdonin të mahknitnin dhe të konfuzonin studiuesit. Në testet me shkrim, binjakët vazhdimisht jepnin të njëjtat përgjigje. Edhe më mahknitëse, kur u kërkua të vizatonin figura, ata vizatuan figura të ngjashme, duke pasur parasysh mira gjëra që mund të vizatojnë njerëzit. Kjo ishte një rastësi e zakonshme. Surprizat nuk u ndalën atje. Djemt u kërkuan të shkruanin histori bazuar në vizatimet e tyre. Përsëri, historitë e tyre ishin pothuajse të njëjta. Një shkencëtar vërejti se ishte si të ishte një person që kishte kaluar të gjitha testet. Jo ty. Për studiuesit, binjakët ishin si 2 versione të njëjtit person me trupa të ndryshëm. Misteret u shtuan ndërsa shkencëtarët zbuluan edhe më shumë veçori që ata ndanin. Të dy kishin probleme të shëndetit të përbashkët dhe një zakon të çuditshëm për të kafshuar gishtat. Fakti është, vëllai im dhe unë kemi shumë gjëra të përbashkëta, tha një Jim, por ka një dallim. Kemi zgjedhur stilime flokësh të ndryshme. A është kjo një rastësi apo është diçka më shumë? Historia e binjakëve Jim sfidon pikpamjet tona për gjenetikën dhe zhvillimin e njerëzit. Po e nënvlerësojmë me rolin e rëndësishëm që luajnë gjenet në formësimin e jetës sonë. Apo është thjesht një anomali e rrallë, një ngjarje që ndodh vetëm një herë në 1 milion. Edhe sot shkencëtarët mbeten të ndarë. Disa e shohin këtë si provë të programit gjenetik, ndërsa të tjerët mbeten të pasigurt. Disa argumentojnë se mjedisi është ai që formëson atë
atë që bëhemi, megjithse historia e binjakëve Gjim na bëri të pyesim nëse me të vërtet lindim si faqe e bardhë apo nëse shumë nga ato që jemi janë të shkruara në ADN-t tona. Ajo që është të vërtet emocionuese është si ka ecur historia e tyre. Tani, gati 80 vjet më vonë, binjakët jetojnë pranë njëri tjetrit, duke ndarë një lidhje që kalon përtej kohës dhe distancës, duke mbushur boshllukun që ata e ndjenin për shumë vite. Binjakët kaluan kohë bashkë, duke çmuar lidhjen e tyre që ndihej pothuajse si diçka jashtë kësaj bote. Ndërkohë që komuniteti shkencor mund të mos e kuptojë plotësisht fenomenin e Gjim dhe Gjimit, binjakët kanë gjetur paqen në jetët e përbashkëta që kanë ndërtuar së bashku.